Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Idealet edhe le të themi idetë që na vinë edhe na ikin nga koka. Duhen patronazhista burr. E kupton? Na duhet edhe unë dua medicin tim. Është kaq e thjeshtë. Po nuk zgjidhem Ne me ata bën mirë se erdhe një herë përsëri në Buçi podcast. Kënaqësia ime dhe të kem. Mirë se të gjej. Kënaqësia është e imja. Është e imja më parë. Çfarë bën? Si të shkojnë gjërat te këtu? Mirë. Shoqyr çdo gjë shkon aty ku duhet. Edhe profesionalisht, edhe me jetën e përditshme. Gjër, ajo ka rëndësi. Në të notë bukur, le të themi, quhet hall, kjo nuk e di nëse quhet hall apo jo, për ça do diskutojmë sot. Mendoj se është problematike, të paktën sepse mi mendoj se është diçka që mua në fakt në mënyrë pasive më mundon një çik se mbase unë i marr shumë seriozisht, mbase duhet të jem pak më shumë me një fregist, duhet i marr më shumë me sportivitet gjërat dhe të injoroj, po është vërtet diçka aq estetike, aq e përditshme, siç është arkitektura, arti, skulptura, këto dekoracioni, estetika në përgjithësi, domethënë që drejt është shumë e vështirë të injorosh diçka të tillë sikur nuk po ndodh ose sikur po ndodh në mënyrë të gabuar. Edhe meqense nga gjithë rrethi i Buçi podcast edhe i njerëzve që unë njoh, ty të kam si ujtë e pakët një nga të paktët artista që mund të diskutoj edhe mund të më kuptojnë ato gjëra, thash eja miku im edhe le ta provojmë mirë do të dëgjojmë ç'o bëjmë atë ç'o bëjmë. Edhe gjithsesi ke vënë re unë tek Instagrami kam postuar në kohët e fundit ca kështu, le të themi, vepra arti krahastimore. Ato e para që postova ishte e marrë vjedh nga një faqe tjetër, thjesht e postova se më rezononte shumë, kurse kohët e fundit kam bërë edhe ca tjera vetë. Që i kam bërë një lloj montazhi, ngjitje të shkurtër në Canva dhe i kam postuar, domethënë për të bërë pak atë kontrastit mes shembullit më të keq për mendimin tim që është brutalizmi edhe ato godinat ose le të themi arkitektura klasike, neoklasike etj. Pse nuk ka domethënë një lloj lëvizje të përgjithshme të organizuar brenda artit edhe arkitekturës për të analizuar, nuk po them për të hequr njërin ose tjetrën, përpara se të hyjmë, po thjesht për të analizuar në fillim që ore ne kemi këtë gjë, kemi këtë gjë tjetër. Kjo ka detaje, kjo s'ka detaje. Kush na sjell më shumë? Apo ka edhe nuk merret gjë vesh fare. Kuptoj, ta marr nga fillimi që the a quhet hall kjo, nuk e di a quhet hall apo jam vetëm unë i ndjeshëm. Në fakt është hall dhe është një nga hallet më të mëdha në fakt sot në botë, sepse nuk arkitektura është thjesht shfaqja e asaj që po ndodh. Por ajo ka një përvijim komplet kulturor, filozofik poshtë saj dhe shfaqet në art dhe në arkitekturë. Du të them që ka lëvizje, nuk është se nuk ka askënd që ngre zërin ose që bën një lëvizje të organizuar. Edhe du të përmend një lëvizje specifike për arkitekturën që ka filluar në Danimark dhe është përhapur në gjithë vendet nordike. Quhet Architectural Uprising në anglisht ose aproret në gjuhën daneze. Ajo tashmë është futur dhe në politik, ka ekspertët e vet, arkitektët e vet, ekspert historisë artit, psikolog, që kërkojnë mbi impaktin e arkitekturës edhe artit modern mbi psikologjinë e njerëzit, sidomos në vendet nordike. Për shembull ka një fenomen që në ato vendet e veriut ka shumë pak diell. Edhe
arkitektura brutaliste ose Bauhaus e tjerë, se tani e kemi te kalu dhe Bauhausin, e shumë fishon atë impaktin psikologjik të një vendi pa diell, dhe ne bllokon dhe aq pak diell sa ka. Do të thënë ajo ka pasoja konkrete, nuk është vetëm diçka luksi e bukur. Këta si lëvizje kanë arritur të hedhin poshtë disa mite të modernizmit, një nga të cilat është që sot nuk mund ndërtohet dot në mënyrë klasike. Është një mit që flitet shumë, sepse ka shumë kosto, mermer, do ata arkitektët, skulptorët, shumë specializuar etj, dhe kjo moderne është pak më praktike. Këta e kanë hedhur poshtë me faktin që një ndërtesë e stilit klasik e ndërtuar në kohën e rilindjes 1500-ën ose barok 1600-ën, në fakt ka më pak kosto kur është si investim afatgjat edhe në dëmtimin e natyrës, se sa një ndërtesë moderne, se një ndërtesë moderne ndërtohet për një qëllim të caktuar, edhe kur vjen koha mbas 50 vjetësh, 100 vjetësh, ndoshta ajo shkatrohet dhe ti do përdorësh për të njëjtin vend, për të njëjtin sipërfaqe, do përdorësh edhe një herë aq materiale. Dhe kjo gjë imagjinoje çdo 50 vjet, shkatrohet, ndërtohet. Ndërkohë që një ndërtesë e vjetër ti e ruan vetëm për faktin se do ruash diçka të bukur. Edhe ajo do ketë jetëgjatësi më të madhe dhe ti do e shkatrosh natyrën vetëm një herë, si thosh, nëse mund të quhet shkatrim natyre. Dhe nxjerrësh atë me ideologjive green. E kuptoj. Po them që është krijuar ky miti për ta mbrojtur pak të arkitekturën moderniste, që është më praktike, është më ekologjike, ku diun, por nuk është dash, edhe ka është ky aspekti green, le të themi, po është dhe ky aspekti psikologjik, që po ta shohim si ka filluar ndërtesat e para pa dekor në botë, pa dekoruara, paktën perëndim flas, jo në botë, kanë qenë burgjet. Burgjet nuk kanë pas dekore, sepse nuk duhet që të burgosurit të jepje diçka të bukur, t'ia bëjë jetën të ndihej më mirë, ai më luks. Nuk ishte ai qëllimi i burgut. Edhe pastaj ato lloj ndërtesash ne i shohim rëndom sot. Një nga këta piktorët e mi të preferuar që e denoncon këtë si gjë, që është pjesë jo e kësaj lëvizjes, është një lëvizje e dytë paralele me këtë Architectural Uprising që e drejton Odd Nerdrum nga Norvegjia, quhet Kitsch. Craftsmen, do të thënë janë një grup relativisht i vogël piktorësh, skulptorësh, filozof që kanë dhe një podcast të vetin, Cave of Apelles, që i diskutojnë këtë çështje dhe Odi thotë që ne sot jetojmë gjithë një burg në ndërtesa pa dekor, në ngjyra gri. Ai flet pak edhe për kontekstin e Norvegjisë. Normalisht këtu në Shqipëri ajo është shumë efektuar, por në vendin norvegjik kjo pjesa minimaliste fillon që nga unazat, që nga bërzylykët edhe implementohet tek veshjet e tek çdo lloj gjëre. Ata janë edhe ushimin e kanë pa erza, kështu që po, ne na ndihmon shumë natyra për shembull, që nuk na lën të bijemi aq shumë në depresion, mund të themi, nga arkitektura, se na ndihmon shumë dielli për shembull. Kurse ata që s'kan as diell, kanë dhe atë arkitekturë të shplar, pas një lloj dekori, pas një lloj studimi urbanistik, është ndikon jashtëzakonisht shumë keq psikologjikisht. edhe ata kjo gjë i kanë dëmtuar, domethënë edhe vazhdojnë të dëmtojnë. Ato çdo gjë domethënë që kanë provuar kohët e fundit, si me pjesën arkitekturore, si me pjesën e zhvillimit familjar, pavarësisht se nuk janë direkt, por mbase indirekt lidhura me njëra tjetrën, si dietologjia, si rryma politike që kanë marrë, apo le të themi edhe ligje të tjera për të kontrolluar jetën private të njeriut.
të gjitha në emër për të ulur depresionin, le të themi plogështin, dhe duke ulur ato numrat e vetvrasjes dhe përqindjes së vetmisë, të gjitha janë backfire. E ke parasysh, të gjitha metodat që ata kanë përdorur asnjëra nuk ka funksionuar. Bile gjërat si ndalimi i alkoolit dhe këto gjërat e tjera për shembull kanë shtuar të pjesën e depresionit ose rritja e çmimeve ose kjo mbyllja e dyqaneve etj. Se njerëzit i përmendin shumë herë, se kjo është një nga gjërat më të shpifura për mendimin tim që bëjnë shumë persona që jo domosdoshmërisht e bëjnë për keq, po e bëjnë sepse duan të thonë diçka të bukur, që vendet skandinave janë përpara. Vendet skandinave kanë këtë, vendet skandinave kanë atë. Parojnë që vendet skandinave janë disa nga vendet më homogjene në popullsi, që do të kishin harmoninë më të madhe, edhe përsëri kanë atë kënaqësinë, se mirëqenia nuk e di nëse do ishte fjala e dur, po kënaqësia personale gjatë jetës së njeriu, një nga më të ultat, numër më të lartë dhe depresion, vetmia, që është domethënë brutale fare, e vetvrasja pastaj etj. Kështu që kjo do të thotë diçka. Po sepse zgjidhjet që mundohen gjehen sot, ose që mundohen të mos gjehen, po të duket sikur po gjehen zgjidhje, nuk janë zgjidhje, se problemi i vërtet fillon ka një përvijim që nga metafizika, teologjia dhe filozofia, për të qenë pak më i prekshëm, mund ta kapim si filozofi, se kur nis modernizmi dhe nëse ti do ta bësh ta kthesh mbrapsh, ti heqësh këto pasojat negative të kësaj epoke moderniste, postmoderniste, ti duhet shkosh një herë te rrënja dhe të kuptosh çfarë shkakton, mos të kurosh simptomat, që ka vetvrasje dhe të ndalojmë armët, për shembull, nuk funksionon ashtu. Po ndalojmë pak të kjo pjesë. Gjithçka ka nis. Një moment, te kjo duhet të kuptosh te ku filloi dhe ku ndal. Le ta argëtojmë këtë mendimin një moment. Le nëse e ke si informacion, domethënë, kur fillon kjo shqizma, le të themi, the great schism of art and feeling good about seeing things. Ku fillon ky, le të themi, siç unë e quaj në mënyrë të drejtë sipas gjendjes time shpirtërore, kur fillon ky degradimi i të gjithë arkitekturës? Se normalisht edhe estetika, pastaj pikturës, e muraleve dhe e skulpturës, po unë i referohem përgjithsisht arkitekturës sepse ato ka më afër, që më lidh me profesionin tim më shumë. Për ta kuptuar që edhe një njerëz që dëgjon, domethënë të thojë që okay, kur ndodhi që ne kishim këto gjëra kaq shumë të bukura, godina, siç i njohim dhe i shohim në faqet e Instagramit, edhe pa pritur dolën me ca shtylla dhe me ca pllaka betoni që të njerëzit i marketojnë si gjëja më e bukur, të pa lyera, të pa bëra, domethënë. Kur fillon kjo? Ku është gjeneza e të gjithë kësaj? Nuk e di. Nuk e di atë t'ia bëj emrin. Po, siç po thoya, gjeneza është tek idet. Dhe këto idet që e ngjizën këtë lloj revolucioni modernist, fillojnë aty ku je ti në Gjermani. Aty ndodh gjithçka, aty fillon gjithçka. Gjeneza që ka identifikuar për shembull Odnir Drumaj, piktori që po të përmendja që parë, fillon me Kantin dhe me idetë e tij për artin, edhe për gjeniun, që gjeniu duhet të jetë dikush i patrajnuar dhe një shprehje sa më spontane. Arti i vërtet është një shprehje sa më spontane, e pa kontaminuar nga këto social construction edhe idetë që vinë nga jashtë. Dhe me Hegelin, me shpirtin e kohës ose zeitgeist, që nëse arti nuk i përgjigjet shpirtit të kohës, nuk ka asnjë lloj vlere, dhe që mbështet Kantin në këtë idenë e gjeniut, që një gjeni vetëm mund të kontaminohet nga shoqëria, po ta lëm pa trajnuar, ai bën një art akoma më të vërtet, domethënë duke rënë komplet ndesh me gjithë filozofitë e vjetra, duke filluar me Aristotelin që ka qenë filozofia dominante, se si të prodhosh diçka të bukur. Domethënë arritën t'i heqin të bukurës anën objektive, domethënë e bukura është vetëm subjektive. Domethënë e rëndësishme është shpirti i veprës dhe jo mjeshtria me cilën ajo është punuar. Por gjithsesi në kohën kur ata jetuan,
nuk është se dhanë një impakt aq të madh, po ata që erdhën më vonë, që janë për mendimin tim edhe shumë studiusëve tjerë, janë 4 filozofë që i kanë dhënë formën botës moderne. 2 vinë nga shekulli 19, 2 vinë nga shekulli 20. Mund të fillojmë me Marxin dhe me Nietzschen, që janë 2 të parët, edhe pasaj përfundojmë me Jean-Paul Sartre dhe Michel Foucault. Gjithë këta arrin, më thënë, ashtu si e mendoj unë, është të shkëpusin këtë vizionin për botën nga diçka objektive, për botën dhe për të bukurën, në diçka sa më subjektive dhe relative. Më thënë që ti mendon se kjo ndërtesa baroke është e bukur, po për mendimin tim nuk është e bukur. Dhe unë mendoj që kjo kolona është e bukur, kjo gradacela është e bukur, dhe praktikja është mbi të bukurën, sepse kjo e bukura ka qenë pjesë e fesë, dhe feja ka qenë ai shtypsi i madh, dhe arti i përkiste, flas filozofia Marxit, arti i përkiste kësaj superstrukture, dhe ajo e ka përdorur atë thjesht për propagandë. Edhe duke sulmuar fen, edhe atë sponsorin kryesor, fen dhe aristokracinë të atij lloji arti, filloi të zbej ky lloj arti. Kjo pastaj u ndihmua shumë nga luftrat botërore, sepse arti modern të jep mundësinë që ndërtohej më shpejt, sepse nuk kishte nevojë as për studim, as për asgjë. Studiet arkitekturore këtu në Shqipëri mund të prodhojnë planimetri ndërtesash nga 1 ditë, 2 ditë. Është shumë e thjeshtë të projektosh një ndërtesë moderniste, se sa një... Jo, nuk diskutohet fare, po përpara të modernizmit dhe të pjesa e industrializimit, domethënë edhe të bërjes së planimetrisë dhe gjëra. Tani, unë kuptoj që pavarësisht se normalisht janë armiku civilizimit, armiku kulturës edhe ku dëgjon e mirëqenies, emra të tillë si Marxi apo etj që ti përmendë pak më sipër, domethënë, po në qoftë se ne të dy këtu me sa mundemi, domethënë duam të kuptojmë bot kuptimin e atyre. Sa psikopat duhet të jetë njeriu, domethënë, që të thojë që jo, po diçka e bukur është kur e mendoj unë se është e bukur, ose kur e mendon ti se është e bukur, ose është e bukur vërtet. Jo se dikush ka hedhur të gjithë shpirtin e tij në atë gjë. Jo se dikush ka atë mjeshtërinë për të gdhëndur një gur në cepin apo në shkallën e një katedrale me dorën e tij me një dalë të vogël edhe në mënyrë aq precize sa çdo gur që vjen mbas tij të jetë në të njëjtën linjë, domethënë. Kjo nuk ka asnjë farë lloj rëndësie, je ti ai që e vendos atë. Sa egoist, sa narcisist duhet të jesh si individ që thoj jo, unë e vendos në qoftë se kjo gjëja është e bukur. Se pastaj e dim që happy ever afterin e Marxit, që okay, po ju zhveshun nga gjitha ato gjërat e fesë dhe të kishës edhe bukuria dhe arti, edhe ju do jetonit në paqe duke mos pasur asgjë dhe të keni mure gri me azbest etj. Po normalisht ti nuk mund të ruash vlerat e një kulture duke hequr zemrën dhe shpirtin e asaj kulture. Edhe kjo pjesa që e relativizon dhe e bën sa më egoiste ka qenë një tundim që shprehet që nga fillimi i Biblës deri në fund të Biblës, flas se atë njoh si shkrim. Që ti je ai që mund vendosësh për jetën tënde. Më thënë, është tundimi i parë Biblës që ndodh mëkati i parë në kopshin e Edenit, që vendosu ti si etaloni i të mirës dhe të keqes, që është dhe fruti nga pema e të mirës e të keqes. Bëu ti ai që vendos, më thënë, vendosu ti në vend Zotit. Ti je ai që vendose kush janë vlerat për ti je ai që vendos kush janë vlerat për të udhëhequr jetën tënde, që të çon në një botkuptim jashtëzakonisht shumë egoist. Dhe këto janë dhe tundimet në shkretirë të Jezusit, që mos bëj ti vullnetin e asaj të mirës më transcendente, po bëj jeti ai kryesori. E them këtë, u futa pak në teologji për një arsye, se shpesh mendohet është kjo e organizuar apo
është pak e rastësishme. Nuk është mirë që ti vendoset gishti dikujt që ja po e bën ky këtë gjithë këtë, nuk janë as këta 4-5 filozofë që përmenda unë. Më thënë, nuk ka ndodhur ndonjëherë që të identifikohet e keqja te një person dhe në momentin që ai person vritet ose shkatrohet, e keqja mbyllet. E keqja është një transcendente. Është kudo në botë dhe mënyra e vetme për të mbrojtur ndaj kësaj të keqes është një transcendente tjetër, që është transcendentja e të mirës. Ndërkohë kur Nietzsche fillon dhe thot Zoti ka vdekur, pra themeli i kësaj kulture nuk është më ajo e mira transcendente, ti je i pambrojtur ndaj kësaj të keqe. Ai thot bëu ti Ubermensch mbi njeriu. Mendoj vendosi ti vlerat e tua. Te pjesa e Nietzsche, sepse unë nuk e kuptoj Nietzsche në atë lloj kuptimi që duhet bësh ti Ubermensch. Ajo më duket si unë Nietzsche e lexoj më shumë si një balad, si një thirrje, domethënë nga fundi i varrit që i thotë që duhet që të zvendësosh atë zotin që ju e keni vrarë, duhet të bësh Ubermensch. Po jo pavarësisht se u mor nga atë kontekstin e fundit pasaj që do si miq, do thosha për pak miq nazist, po si nazist socializmi, domethënë që filloi ta kërkonte sigurisht diçka e tillë që duhet ta arrijë vërtet. Po unë mendoj se është një thirrje, le të themi, për ndihmë e Nietzsches kur thotë që Zoti ka vdekur sepse kështu. Këtu nuk jam dakord me këtë mendim, e di e thot edhe Jordan Peterson, shumë është avokat i kësaj si ide, po duke e pa pak në totalitet Nietzschen edhe Marxin, se shpesh thuhet dhe për Marxin që jo komunistët e keq interpretuan pak, edhe nazistët e keq interpretuan pak Nietzschen. Mendoj që e kanë interpretuar deri diku shumë sakt. Edhe Nietzsche nuk ishte thjesht që po vajtonte për vdekjen e këtij zotit, ai ka bërë ai quante mentalitetin kristian si slave mentality, mentaliteti sklavit. Më thënë, ai e përçmonte si thosh gjithë atë etosin kulturor të krishtërimit, edhe vepra antikrishtit, nuk është thjesht ajo thirrja vajtimit. Ai e bën atë, ai e kupton atë vajtimin që gjithçka po shkatrohet dhe normalisht i vjen keq. Po që nga ana tjetër ai është i pari që lufton pjesën kulturore të krishtërimit edhe ndikimin e krishtërimit në Europë. Edhe që dal aty ku isha, prap nuk është se ti duhet bësh një scapegoat, një kurban dikë dhe kjo e keqe mbaron. Mënyrë që ti të mbrohesh nga kjo e keqe që në fakt është transcendente, e vetmja mënyrë është që ti jesh i mbrojtur nga një e mirë transcendente. Nuk mund të mbrohesh ti nga diçka shumë më e madhe se ty, se ti nuk je transcendent, je qenie e fundme. Do me thënë, në qoftë se ne do bëjmë atë pyetje fillestare, pastaj që është e qëllimshme apo e rastësishme, në një mënyrë ose le të themi për shumicën e njerëzve, përveç atyre që mund të jenë aktivisht antiteista që nuk besojnë asgjë transcendente, domethënë, i bie që përveç këtyre individëve të gjithë duhet të jenë në kuptimin që kjo gjë është e qëllimshme. Edhe kur them është e qëllimshme, nuk është e qëllimshme se do Bleoni apo Enea, është e qëllimshme sepse e keqja e kërkon diçka të tillë, e kërkon një lloj shkatërimi, e kërkon një farë lloj zhveshje, domethënë të ndjenjës, e kërkon zhveshje nga vlerat që janë universalisht të kuptueshme, siç është e bukura që është e vërtetuar me shekuj, kur si një Lefti, si një Wrighti, kur shikon disa gjëra specifike, domethënë të dy do i shohin si të bukura dhe sado ta mohoj prapë në sytë të tij ose të saj që do shkëlqejnë ose zër që kanë tani, ti e kupton që kjo e bukur është objektive edhe ka për të qenë të gjithë kohës. Po jo, nuk e kuptojnë gjithë se
njerëzit sot duke qenë se janë pak i shplar truri, kur shohin një ndërtesë barok ose dëgjojnë një operë të Mozartit, se kemi dëgjuar shpesh në rrjetet sociale këtë, shohin një white supremacy. Edhe i imponojnë vetes një urrëtie të paarsyeshme ndaj disa tipave si Beethoveni, si Mozarti, që s'kan pas të bëjnë fare me këto ide, po tentojnë të hiqen dhe nga akademit, nga muzika, thjesht për këto arsye. Më thënë, në këtë lloj rrafshi ne mund ta kuptojmë që ka një qëllimshmëri, sepse investohet shumë në perëndim, sidomos në shkatrimin e traditës. Vetë postmodernizmi dhe artistët avangard viteve 70 si qëllimin primar të ekzistencës vet kishin shkatrimin e çdo gjëje të traditës. Edhe fundi i avangardëve është shumë i bukur, është sepse avangardizmi u kthye në një traditë. Edhe vetë artistët avangard e kuptuan që prit se ne dështuam se u kthyem vetë një traditë. Ata ishin kundër çdo tradite, që çdo artist duhet të jetë me ato idetë e Kantit që po thoya, duhet të jetë diçka unike në ekzistencë, që nuk ndikohet nga asgjë. Edhe ai është dhe fundi i avantgardëve. Postmodernizmi ka atë slogan që çdo gjë është relative. Nuk ka asnjë të mirë objektive, asnjë të bukur objektive. E lidh shpesh me anën teologjike, sepse po të marrim Shën Thomas Aquinin, një nga filozofët më të mëdhenj të mesjetës kristiane. Ai e shef të bukurën si një nga tre transcendentet si manifestohet Zoti në tokë. Edhe çdo gjë që është e bukur, ai ka një karakteristikë objektive dhe thotë që është vetë manifestimi i Zotit, është një nga mënyrat më të thjeshta ku ti mund të shohësh atë transcendente dhe më të kuptueshme, se një tjetër është për shembull e vërteta që manifestohet në shkencë. Është tjetër gjë dhe nuk është aq e kapshme për njeriu sa e bukur. Prandaj feja është investuar më shumë te e bukura, se jo se e ka lënë shkencën masdore, e ka lënë tani, po tani ka ngel më shumë e bukura si transcendente, dhe ti duke subjektivizuar se në qendër të tyre katër filozofëve që përmenda unë është refuzimi i transcendentës ose refuzimi i Zotit në mënyrë sa më agresive. Edhe prandaj e shoh pak të lidhur që ti duke pranuar një të bukur objektive pranon një craftsman objektiv, një njeri, një mjeshtër të madh të gjithë universit, kështu që nuk na e lejon kjo filozofi që ne të pranojmë diçka të tillë, sepse bjen ndesh me aksiomat moderne filozofike që Zoti nuk ekziston, asnjë gjë transcendente nuk ekziston, nuk ka objektivitet, ka vetëm subjektivitet. Dhe kjo është kryefjala e gjithë postmodernizmit. Se modernizmi ka edhe disa, se po flasim vetëm negativisht, ka edhe disa të mira. Me lindjen e impresionizmit, piktura mori goxha frymarrje. Kishte ngec pak në vend ai krafti pikturës i arkitekturës, edhe mori goxha zhvillim, pati disa shpikje, disa që kanë bënë me ngjyrën, me mënyrën se si pikturohet, ose me sa e lirë ose e shtrenjtë është një pikturë, që impresionistët mund të bënin 3, 4, 5 piktura në ditë, dhe një person që s'ka shumë lek mund të kishte art në shtëpinë e vet. Domethënë solli diçka të mirë për popullin, si thosh. Modernizmi, është ndryshe modernizmi dhe postmodernizmi. Sepse ti thua që doli kjo që mund të kishte dikush, është një lloj pasurimi si aktiv si pasiv, domethënë edhe disa stresave të tjera që normalisht nuk është më, le të themi, ekskluziviteti patronazhistëve, ose se patronazhistë në Shqip nuk e di, valla, na e ka bërë ai Rama këtë patronazhizmin me konotacion shumë negativ, po në kuptimin patronazhist të mirë që suporton diçka. Le të themi patron.
Patron, okay, po I themi patron. Edhe shiko ku është problemi im me këto. Se është gjithmonë kjo është slippery slope, është thik me dy presa plak. Se okay, kjo gjë ndodhi me që dikush mund të kishte diçka, por bashk me këtë, ose le të themi ajo çka erdhi mbas kësaj, se unë nuk mund të futem, unë nuk kam kapacitetin, nuk jam I ndërtuar në lloj mënyre sa të futem në detaj edhe të analizoj bile ndonjëherë edhe kur mund të më shpjegoj një profesionist, do ta gjej 2 herë ose 3 herë të kuptoj diçka. Por ajo që kuptoj unë është pjesa e asaj çfarë unë marr mbrapa. Edhe ne kemi arritur mbas gjithë këtyre gjërave të mira që kanë ndodhur, domethënë edhe shpërndarja e artjet dhe emocione ekskluzive etj. Para fare ne jemi sa më shumë, unë mendoj se ne kemi shumë prodhim, po pak art. Se herën e fundit që ne kemi diskutuar për këto gjëra, ti më ke thënë që Blon është tjetër gjë të shikosh një foto të Mona Lisës në internet, edhe është tjetër gjë të jesh përpara Mona Lisës edhe ta le të themi ta ndjesh aty përpara, domethënë që unë okay, kuptoj. Po, është dhe tjetër gjë mos të dish ekzistencën e Po, është dhe tjetër gjë akoma, mos të dish ekzistencën e Mona Lisës fare, se ke parë as në foto. Nuk e kundërshtoj. Ka një gjë. Pjesa që duhet të përmbahem unë është që të gjitha këto kjo prodhimtaria e madhe ka çuar në një pjesë që jo vetëm që është subjektivizëm, edhe nuk ka objektivizëm aty gjë të bukur, craftsmanship etj, nuk është artizanat, por unë para sa kohësh në Instagram pash një video, ishte një tip, kështu ishte gjysmë rasta, gjysmë hipi në Dubai. Ishte, nuk e di nga ishte ky filani, edhe mbrapa ishin kështu një 20-30 westerners që po e shifnin dhe ky në një tablo ku ishte një pose me banane, bëri një spray kështu live free më duket, diçka e tillë, edhe pastaj thjesht u hap në dysheme kështu, dhe ata po do ta shokisnin kështu, wow, oh my god, this is amazing. Edhe kemi arritur në një pikë, domethënë, që asnjë lloj vepre arti, asnjë lloj fasade arkitekturore dhe asnjë lloj skulpture nuk ka kuptim nëse ti nuk I dëgjon pordhët e artistit për 2 orë. Thaj, në momentin kur unë bëra këtë, ishte një moment shumë I vështirë në jetën time. Nuk e thot njeri këtë për një piktur ose mural të Onufrit të burr. Nuk e për një kupol xhamie ose kishe, nuk ke nevojë ti fare të vija I filanit të thoj, kjo është kështu. Ti thjesht je aty edhe ma gjepsesh, ti e ndjen çdo lloj gjëje në sekond, instant. Edhe është diçka që ti do e mbash mend pa nxjerr një gjysmë rrokje nga goja jote. Dhe jo më tani të vesh, të dëgjosh pordhët e një hipsteri për 2 orë rresht edhe në fund fare të ndihesh sikur I fakti, sepse janë të gjitha pallavra që ti ke dëgjuar. Është nuk e di se si mund ta përkufizoj. Mua këto gjëra më kanë kam pas të njëjtën, por tani janë bërë si plak zevzek. Unë e kam pasur këtë shqetësim edhe para se të futesha në shkollë arti, edhe aty gjatë shkollës mundohen të bëjnë një lloj lavazhi truri për këtë, edhe unë mendova që prit se një moment mund ta kuptoj pak ndryshe këtë si perceptim, ndoshta janë bukura me vërtet, po unë s'kam akoma të nivelin tim dhe ju qasa pak me mendje goxha të hapur gjatë periudhës studimit. Që ta shifja, kam unë gabim se si e shoh, apo është me vërtet kaq keq sa të zduket. Edhe sigurisht arrita të kuptoj kush pjesë e atyre leksioneve kanë të bëjnë me ideologji dhe janë pjesë e kësaj trushplarjes. Edhe prap ruajta të njëjtin mendim. Në fund dola nga shkolla dhe kisha po të njëjtin mendim për që kjo është një masakër kulturore. Dhe siç po e thoje ti, ai që thot kur bëra këtë pikturën isha në gjendje të keqe, unë isha kështu, unë isha ashtu. Ti mënyrë vetëdijshme pa vetëdijshme po thoj atë që po mundohesha unë të shpjegoja pak a shumë me ato teoritë filozofike, që ky I dyti është shumë egocentrik. Është pjesë e ego dramës.
Më thënë, unë isha, unë më shiko mua, kjo është gjithë ajo slogani i artit modern, shiko unë se çfarë mund bëj. Kurse ajo që po thoje për Onufrit, ti nuk shef Onufrin aty. Onufri është pjesë e asaj që quhet theodrama. Më thënë, nuk mundohet të nxjerrë Onufri atë veçantinë e Onufrit, nuk përpiqet fare, çdo njeri është i veçantë. Nuk është se duhet ta kërkosh atë veçantinë, mjafton bësh atë punën që je duke bërë. Edhe normalisht unë do pikturoj ndryshe nga Onufri. Nuk kam pse të përpiqem unë që të nxjerr çfarë është origjinale nga vetja ime, unë jam origjinal. Edhe nuk kam pse kryefjala e artit janë historitë personale të mia gjithmonë. Po atë dua të përmbajmë. Fusesh diçka personale tënde. Në një pikturë ose në një skulpturë, që ta bëj pak më thjesht, se arkitektura ka dhe disa gjëra futet edhe pjesa teknike etj. Por në një pikturë, po themi, për një konsumator ose le të themi për një marrës arti ose blerës ose shijues arti në sfond, si puna ime, si një syri tretë për t'ju. Sa art është ajo gjëja, kur ti të duhet ta shpjegosh se çfarë është të plot. Sepse unë shikoj si gjë e dështuar. Në momentin që unë shikoj atë një pikturë XY, edhe unë mendoj diçka kësaj më bën të ndjej, e kuptoj çfarë ngjyre ka përdorur, me aq kapacitet sa ke, e kupton motivet, siç folëm bashkë në bisedën e fundit që kishim për ato pikturat tua me ato motivet egjiptiane, domethënë me ato vallën delvinjote apo nuk e di fikse cila valle është menduar atje, po ajo për shembull unë nuk është jo domosdoshmërisht, le të themi, kam nevojë të dëgjoj Enean të mbaj 7 orë një fjalim që të më shpjegoj mua se çfarë po ndjente në atë moment, sepse edhe ato brush strokes atje kanë një farë kuptimi, të jep diçka, duket që është bërmetor, duket që ka një farë lloji finese, nuk është AI, nuk është Dell.ai, domethënë që të bën një gjë, le të themi, bastarde, por është diçka që ti ri atje përpara, ndjen çka ke për të ndjer, në qoftë se ti do më shumë, në qoftë se ti do të futesh pak më thellë me atë, atëherë mund të mundohesh të krijosh një lidhje me artistin, ta pyesësh apo ku dëgjon një bisedë etj, siç mund ndodhi në për ekspozita kur ti mund të vesh dhe mund ta përshëndesësh, mund t'i bësh një pyetje dhe ikësh në punën tënde. Por në momentin që thelbi i produktit ose i veprës në këtë rast, thelbi është ajo çfarë është përshkrimi dhe jo vepra vet, unë mendoj se kjo nuk ka të drejtë nga ana racionale, si mendoj unë, të quhet art. Që do të jetë e kundërta. Thelbi do të jetë arti, edhe nëse ka dëshirë, mund të jetë një shpjegim ose një prozë ose një 3 reshta përshkrues. Kaq. Po nëse thelbi është 6 faqe referat, që ti duhet të mbash edhe plotësuese është vepra që ke bërë, të lutem, duket sikur it's defeat the purpose. Po, e kuptoj, edhe unë jam në të njëjtin frekuencë me ty në këtë çështje se vepra e artit duhet të ketë kuptim vetvete. Ti kur gjen kemi bërë atë episodin me Tempullin e Onufrit, një episod mbi artin religjoz, kur gjen ato venerat Venusi, Willendorfit, e ngjetur shumë andej nga Gjermania, Hollanda, ti e kupton direkt, nuk do ta dish se kush e ka bërë atë, se nuk mund ta gjesh dot kurrë, se bëhet fjalë për epokën e gurit vjetër, po e kupton direkt kuptimin e veprës. Kjo skulpturë me gjinj ndhaja, me vithet ndhaja dhe pa fytyrë, pa kokë, ka të bëjë me pjellorin. Është shumë e thjeshtë. Edhe kulturalisht në atë kohë, për sa mund flitet për kulturën në epokën e gurit, ishte diçka e dakordsuar se në mijëra kilometra larg janë gjetur pak a shumë të njëjta trajtime të këtyre venerave. Domethënë, edhe ata e kuptonin që ka një realitet objektiv mbi të bukurën. Nuk është se ky e mendoi pjellorin një grua me gjinj dhe me vithe, ky tjetri e mendon pjellorin si një grua skilipece. Jo, është përputhet me realitetin dhe nuk ka nevojë të bësh në një referat asaj si vepër. Vepra duhet të ketë kuptim vetvete dhe mendoj e shkëputur nga artisti. Ajo ka një lidhje me artistin, se normalisht ai e ka bërë. Edhe ajo vepra është pjesë e artistit. Po
nuk ka nevojë për aq shumë referate ose ku diun shkrime nga mbrapa, se një moment do zhduken ato shkrimet dhe ç'a mbetet ajo vepra është një asgjë. Madje po dush mund të bëj pak screen share një nga këto veprat që ta kuptojmë pak edhe shikuesit se për çfarë po flasim pak a bëj shumë. screen share dhe e lëm për 2-3 minuta në sfond, domethënë gjatë kohës që flasim. Okej, nuk e dija, është dukemi? Po, duket. Ky për shembull është një artist miliona dollarësh. Birë në birë. Twombly. Ë? Po. Nuk e di, atë pëlqen. Më pëlqen mua? Jo, plak, këto më duket sikur unë jam në klasë të 4 kur nuk bëj mësimi. Kjo mund të jetë shit rreth 40 e ca milion, nuk e di, e kemi përmend një nga podcastet e Tempullit, po këto dy vepra. Edhe një nga artistët më të famshëm të historisë moderne është Basquiat. Po. Bëhet fjalë për mbi 50 milion dollar vepër. Thjesht disa vepra. Më thënë, në momentin që ne na humbet ky referat, ky shkrim mbi këto vepra, çfarë mbetet pastaj ajo vepër? Më thënë, si e diferenconti ato dy fotot e para nga një vizatim fëminor, një mbas 200 vjetësh. Një studius gjen këtë pikturën 40 milion dollarësh të Twomblyt, edhe vizatimet e ku diun çunit tim kur bëj çun, çfarë do bëj. Ku e diferencon ai që kush është më i mirë nga këta të dy ose a është art? Nuk besoj se do të diferencohet dot. Të dyja do ikin cosplayerave. Sepse jam boshe o burr, sepse ka disa gjëra. Unë kështu Scribbly, nuk e di si thon Scribbly, zhgaravinat le të themi, se nuk e di, duke ka si konotacion negativ. Zgaravin. Po le të themi zgaravin ose skicim, ose një kombinim i zgaravine me skicimi, është diçka që e shoqëron, le të themi, paktën siç e perceptoj unë, diku tek 80% e njerëzve, gjatë gjithë jetës tyre, sidomos kur janë për shkolla. Çdo rob bën një skic, çdo rob bën një te historia e një figurë, i vën një mustaqe, i bën një cigare, i bën syze që i bënim ne. Është një coping mekanizëm, është diçka që njeriu e përdor. Unë bëj kur flas për shembull, bëj këtu kam të gjë gjithmonë zgaravis çik të më ndihmon çik të mendoj apo janë gjëra pa kuptim. Po unë nuk e kam preshin. Unë nuk e kam preshin nga mbrapa që këtë zgaravinë që po bëj tani që më ndihmon të mendoj, domethënë ta nxjerr si kësh shif ç'a bëra unë. Ky është Plon Hasani nga Buçi Podcast dhe ju më ta blini këtë për 500.000 euro, sepse gjatë kohës kur unë po bëj atë podcastin me të famshëm artistin e Neaziu, unë bëra atë scribbling, kështu që për shkak të kësaj gjëje, kjo ka një kuptim shumë të madh dhe kjo është arsye sepse kjo gjë ka vlerë. Sepse një njerëz që nuk e di këtë gjë që unë sapo thash, thosh what the fuck is this piece of shit. Po kjo nxitet nga një mekanizëm ekonomik se si funksionon tregu i artit. Më thënë, momentin që unë bëj një vepër që ka shumë mjeshtri, ja të nxjerr një krahasim të vogël, ajo vepër nuk shitet, nuk e blen njeri. Ja, sa ta gjejmë pak. Ja, e zem. Kjo është vepër një artisti rus, mbi Pompein. Shumë e bukur. E bën ti sot këtë? Këtë nuk ta blen njeri as për 10.000 euro. Ndërkohë që atë zgaravinën ty ta blen për miliona dollar. Po pse? Piktura më e shtrenjtë që i shitet Od Nirdrum është sepse ata që kontrollojnë tregun e artit e shohin pak si monedhë. Për mendimin tim kanë dhe një qëllim nën toksor
që është shkatrimi i këtyre vlerave tradicionale, kulturës perëndimore, mbi zotrimit kulturës perëndimore në botë dhe manierave të saj, mbi ato që fola çfarë arsye filozofike, teologjike, etj. Po, shiko, Kështu unë që kam një ide e që dua imponon ta pak ti si artist ta do diskutoni. t'jetosh. Po, më fal se të ndërpreva, po. Jo, po thoya që ti si artist do të mbijetosh. Për më tepër ka artistë që kanë pak ego, që duan të jenë dhe të famshëm, dhe mënyra vetme që ti t'jesh i famshëm nuk është t'jesh ai revolucionari që me shumë mundësi mund t'i dështojë revolucioni, po t'jesh me këtë pjesën konformiste të sistemit të tregut të artit. Pjesa e kuratorëve, kritikëve të artit, që ata e rregullojnë gjithë pjesën e tregut të artit. Shiko, është Do të thënë që një shtyhen njeri i tretë drejt dëgjon kësaj. kur dëgjon shumë burime të ndryshme, ne është shumë e vështirë, është për zotin e burr, është shumë e vështirë, duhet të mundohesh të mos besosh në teori konspirative, se shife çfarë ndodhin ca gjëra. Unë do të them disa gjëra që kam vënë unë, edhe dua një mendim nga ty nëse janë të vërteta apo s'janë të vërteta, ose ti mendon kështu apo nuk mendon kështu. Çfarë ndodh? Unë mendoj se në emër të kapitalizmit e tjerë, janë bërë le të themi janë krijuar disa lloj reforma, disa lloj ideologjia të reja për shkak të kapitalizmit, të shkruar komunizmi, që jo pa ata janë të këqij, jo komuna, jo janë vjedhës, të kesh pronë është të vjedhësh etj, është krim au iu. Kalojmë pasaj në periudhën e sotme, ku edhe këto që pretendojnë të jenë diku në mes, që e kontrollojnë tregun dhe mbajnë të shëndetshme, janë të sigurt që mundohen të shpërndajnë dhe rritë të shpërndajnë kapitalin. Në pjesën e arkitekturës, siç e folëm pak më përpara, dhe ato që po flisim tash dhe artit, bëjnë pikërisht gjën e kundërt. Çka ka ndodhur? Kjo është një mishërim, nuk e di nëse është kapitalizëm 100%, por unë jam i bindur që është 100% një lloj konsumatorizmi feudal. Si e kuptoj unë një lloj konsumatorizmi feudal? E kuptoj në faktin që Enea nxjerr sa më shumë piktura të mundshme, që të kenë vlerë sa më të madhe të mundshme, që të kenë sa më pak punë të mundshme, dhe si një telefon, si një godin që duhet rrit 30 vjet duhet të prishet prap, edhe kjo duhet t'i kaloj koha që bloni të vi mbas një viti, 2 vitesh të blej diçka tjetër prap te Enea, prap që ka kushtuar pak, por që shitet shumë. Në mënyrë që të xhiroj, në mënyrë që të marrim të zhveshtë. Çdo gjë duhet të konsumohet, edhe t'i hapi diçka, t'i hapi rrugën shkurtimisht diçka tjetër. Mjafton, dolën këto tokenca, dolën këto gjërat online atëre. Mbarma atë periudhën e bukur të NFT-s, NFL-s, si quhet NFT, se NFL-ja është ajo e futbollit. NFT. O plako, ishte, domethënë, nuk e di nëse ka pasur ndonjë gjë më patetike se sa ajo. Okej, unë e kuptoj që janë pastruar me miliona dhe biliona dollar, nuk diskutohet fare, nuk po thot njeri për ato gjë, por është një nga gjërat më patetike, dhe ti shifje njerëz, figura publike, duke filluar që nga youtubers deri te politikanë, deri te senator, që flitin për gjëra të tilla, edhe e mbronin këtë, e mbronin siç mbronte Skënderbeu kryen. E kupton, thuaj se kjo ishte ideja, domethënë më çfarë të them unë ty, që ishin gati të vdisnin për atë lloj ideali, dhe tani është pase, është histori, ka ikur, u zhduk, nuk ekziston më. Pyet një njerëz sot në rrugë, a e di çfarë është NFT-ja? Nuk e ka iden fare. E kishte kudo, në çfarë do lloje. Dhe në momentin që ne arrim të kuptojmë që është konsumatorizmi, unë dal te bifi origjinal që kam me arkitektët modern. Se po dëgjova edhe një podcast që nuk do t'ja përmend emrin, sepse argumenti që do përdor ose materiali që ata kishin është material negativ, dhe s'do t'i bëj reklam të keqe se gjuna. I shtuar një arkitekte dhe po fliste me një tjetër, Tiranë vetë fjalë. Edhe po thoshte që
Po sepse këto gjëra që bëjmë ne ke parasysh they are not very well received, njerëzit nuk e kuptojnë, nuk e kanë syrin e stërvitur, e ke parasysh, ne bëjmë disa gjëra që janë shumë avantgarde dhe që në botë, për shembull, në le të themi në disa vende që kanë histori të arkitekturës moderne, janë gjëra që shihen me shumë ndjesi të mirë edhe mirëpriten, po kur syri i atij është, le të themi, i pastërvitur, është shumë e vështirë t'ja përshkruash. Edhe unë po mendoja, okej, nuk e dija që paska edhe në Shqipëri, po kjo është për fajt e ignorancës time, ka që jam shumë i përfshirë atje, po se dija që mund të kishte arritur një farë lloj deliri në Shqipëri, të mendoje domethënë që fajin e ka syri i pastërvitur. How fucking dare you? How fucking dare you? Pse ai që ka bërë katedrale në Firenze, si i ka thënë atij? Po unë do ta bëj këtë vllai, po duhet të kemi kujdes se do vinë sytë e pastërvitur, edhe do të thonë shife kujdes ti se kjo është e shpifur. Të lutem shumë. Ku jemi? Sa egoist duhet të jesh të mendosh që e ka fajin ai tjetri për produktin që bën ti, kur është produkti jot. Kur ti nuk arrin ti flasësh audiencës tënde. Kur ti nuk arrin, ora mund të dështosh, ora Bloni mund të bëj tani le të themi një video të shkurtër apo një monolog, edhe nuk është monologu mirë. Është objektivisht i pa bukur valla. Nuk i intereson njeriu, nuk i flet audiencës. Unë nuk mund të them tash të zgjohem e të them, o vllai, unë kam bërë një super monolog, plako, e hodha online, po të gjitha plerat nuk e kuptoi asnjëri, e kupton, janë kot, domethënë, çdo njeri tjetër është gabim, edhe unë jam sakt. Në çfarë lloje sataniste vete ky narsisizëm, domethënë që ti e zeron çdo lloj arsye tjetër nga çdo lloj gjëje që ty të rrethon, si humane, si mbi humane ose nën humane, dhe të thuash çdo njeri tjetër e ka fajin. Unë jam në rregull. Edhe juve duhet të vi keq për mua që unë nuk kuptohem aq mirë sa dua unë të kuptohem kur jam në ekstazën time narsisiste. Po, je shumë aristotelian. Të ajo, si që nisëm fillim me këtë pjesën e kësaj arkitektes, që nuk e di kush është, një fakt shumë i thjesht në Shqipëri, po edhe në shumicën e shkollave të arkitekturës në përbot, kjo është një statistikë që e kanë nxjerrë këta televizjes Architectural Uprising, Mikael Diamond, quhet ky që kanë nis, ky danezi, thotë që nuk e para herë nuk mësohet vizatosh. Një arkitekt privohet nga krafti, nga mjeshtria e të ndërtuar diçka me dorën e tij, paktën në projektim. Edhe kjo gjë nuk është se është fenomen vetëm i Shqipërisë, por është i gjithë universiteteve të arkitekturës, dhe ky në disa vëzhgime që kishte bërë në gjitha universitetet, që tani kanë filluar të ofrojnë kurse falas, ishte që këta nuk din as edhe një rregull të urbanistikës, të orderave, se arkitektura ka ato orderat jonik, korintik, dorik, edhe që miksohen shumë mirë me këtë pjesën tradicionale. Do jap një shembull të një qyteze që është ndërtuar ande nga Amerika Latine, që është miksuar pak ajo kultura azteke me orderat europian. Nuk din asnjë rregull mbi urbanistikën, se si të ndërtosh një qytet, ku ta vendosësh këtë ndërtesë, si të vendosësh rrugët, si të aksesohet qyteti më mirë, si të aksesohet drita diellit etj etj. Këto gjëra nuk studiohet më. Një arkitekt sot mendon në mënyrë shumë të izoluar për një ndërtesë, po një ndërtesë nuk ka asnjë lloj kuptimi vetvete. Dhe këtë fenomen mund ta shohësh edhe në Tiranë, për shembull, që ti janë rujt thon disa ndërtesa të vjetra si ministrit. Po, në momentin që ti prish peizazhin arkitekturor, ti në këtë moment ke zëre se e ke shkatruar të ministrin. Edhe po ta ti kishe fut dinamitin asaj ministrisë, është e njëjta gjë si ti vesh një kull aty mbrapa, ose një kishe. Po ti vesh një gradacel, është e njëjta gjë, mund edhe shumë thjesht ta kishe shkatruar, se ajo arkitektura klasike ka të bëjë shumë me landscape-in, me peizazhin arkitekturor.
nuk funksionon si diçka izoluar në vetvete. Po egocentrizmi, që të vim pak edhe te psikologjia, shef shtëpinë nga brenda, nuk e shef shtëpinë dhe nga jashtë. Mundohet çdo njeri sot ta bëj shtëpinë sa më të bukur nga brenda, po nga jashtë nuk merr njëri fshesën të pastroj shkallën. Kjo është si logjik. Shiko, mua më shqetësoni vetëm i fakti sepse këto janë gjëra që do ushqejnë dhe breza me radhë, ke parasysh sepse siç e the ti, kjo është diçka që kontrollohet si nga leku, si nga çdo lloj gjëje. Është breza që do ushqej brezat e tjera të arkitekturës. Është brezat e atyre që do vinë. Okej, vazhdoj më vonë të shohim pak foto, na fol pak për këtë. Kjo është Ciudad Cayala në Guatemala, është një qytet e ngritur nga disa pasanik nga e para. Më dhënë kanë marrë 2 arkitekt, çift arkitektësh, dhe kishin idenë ndërtonin në mënyrë klasike diçka të re, do të thënë jo të rikonstruktonin diçka të vjetër, edhe e bën nga e para këtë qytet. Dhe ky vend u kthye nga një nga vendet më të varfra aty në ku është ndërtuar, Guatemala ku ishte, në një atraksion shumë të madh turistik me shumë jetë. Po të shofësh miksimin e arkitekturës klasike greko-romake me element aztek, shumë e bukur. Edhe e nxora këtë më shumë për impaktin ekonomik që jep kjo arkitektura e vjetër. Do të thënë që duhet konsiderohet. Kjo shembulli tjetër është në Francë, është një lagje në periferi të Parisit. Kjo në një periudhë shumë gjatë ka qenë si këto bloqet e Partisë Punës këtu në Shqipëri. Po. Derisa një kryetar bashkie konservator, mini bashkie komune që janë atje, merr pushtetin dhe paraqit një plan. Kjo ishte kthyer pak si geto kohët e fundit. Merr një plan për ta bërë gjithë të bllokun me arkitekturë klasike. Edhe shiko çfarë shndrimi i bën. Edhe me kosto jo shumë mëdha. Kjo është pjesë e planit. Edhe këtu janë rendera, këtu është si ka filluar dali. Wow. Edhe në këtë rast shohim një zhvillim shumë të madh ekonomik të zonës vetëm nga transformimi arkitekturor. Do të thënë ajo nga një geto shndrohet një vend shumë normal për të jetuar dhe që thith edhe shtresa më të pasura njerëzish. Do duke thithur shtresa më të pasura njerëzish që të jetojnë një vend që ka shumicë popullsie të varfër, ata hapin biznese dhe integrojnë ato shtresa, hapin vende pune, edhe i jep një qarkullim ekonomisë më të madh. Do thënë arkitektura ka një impakt më e thellë se ajo. Jo thjesht e bukur. Po mendoj se është më e thellë se aq, sepse ti me shumë të drejtë thua që okay, e bën pak këtë që tani më në anglisht gentrification. Nuk e di, më falësh se s'm vjen, nuk e di si i thonë në shqip. Okej, kjo është diçka, disa e shohin pozitive, disa negative, por ne kemi sa fshatra, sa hora, sa qyteza të vogla në Itali që banohen minimalisht, që banohen nga njerëz le të themi larg të qenë të pasur, edhe prapë ka një bukuri, domethënë magjepsese që bëjnë xhiro të social media. Që të gjithë këto që furnizojnë me lekë këtë pseudo-artin modern, domethënë, bëjnë tech nomads edhe ikin punojnë remote atje sepse duan të jenë në një vend domethënë që të kënaq shpirtërisht, duke bërë punën e tyre që në fakt dëmton atë gjën ku nga ata po punojnë. Edhe
Jo domosdoshmërisht duhet jesh i pasur, sepse unë mendoj që një diçka e tillë është edhe më e vështirë për të shkatëruar, por është e bukur, domethënë, nëse nuk ke një plan, siç e ka kryetari i Bashkisë së Tiranës për shembull për të shkatëruar edhe për të bërë gjëra për le të themi aferat e tij personale, nëse nuk ke një plan, si njeri normal është pak e vështirë të shkatërosh pak, të vjen pak keq. Është gjunah, që i thonë. Domethënë, sepse është diçka e Pikërisht, bukur. për këtë po flisja dhe unë çfarë? Për këtë po flisja, më thënë, mund të jesh i varfër në një vend shumë bukur, edhe je i varfër. Kurse kur je i varfër në një geto, nuk je thjesht i varfër, je i mirë. Edhe ka një ndryshim ndërmjet mjerimit dhe thjesht varfërisë. Ke fol. Lam një quote. Është për të ardhur keq. Është për të ardhur keq sepse etiketohesh, e di çfarë është problemi, se unë nga që jam edhe rob, le të themi, emocional edhe pasionant, edhe më bie rasti shpesh herë me miq të mi të flas për shumë gjëra të këtyre fushave, domethënë, me predominancë arkitekturën, edhe nga që ndonjëherë është dhe mungesa ime e taktit në biseda, ose le të themi edhe tonaliteti i zërit e tjera, shumë e thjeshtë etiketohesh si njeri i prapambetur, si njeri që jeton në histori, si njeri madje si nazi, si white supremacy që e përmendet ti më përpara, që po këto janë gjëra që janë bërë me lek nga një sklav patatësh, që jo domosdoshmërisht është vërtet, paktën për një pjesë të madhe të ndërtesave europiane, edhe është shumë e vështirë që të bësh individ të tillë të shohin arsyen, sepse ajo karamelja e dopaminës që këta individ marrin nga egocentrizmi, duke shpjeguar atë veprën e tyre që ti e përmendën përpara, që është unë jam kjo, unë shoqja mund të bëj unë. Edhe unë nuk e di se çfarë mund t'i ofroj unë këtyre individëve, qoftë në direkte, qoftë indirektve, që t'i bëj të shohin arsyen që jo domosdoshmërisht ti ke shumë rëndësi në atë gjë. Jo se ti s'ke, se ti je delivery, ti je ai njeri, domethënë, që ke një nga, le të themi, levat më të mëdha, sepse ti po e sjell në jetë këtë gjë. Por kjo gjëja ka një produkt i joti, e ka aftësinë, edhe unë besoj me shpirt, edhe për një pjatë makarona që mund të bëjë njeriu. Kjo gjëja ka aftësinë që të jetë shumë herë më e madhe se sa ti. Kur unë gatuaj për partnerën time apo për familjen time, përveç faktit se këtë gjë e kam bërë unë dhe e kam skuqur qepën shumë mirë, kjo ka aftësinë të kënaqë familjen, të krijojë një ambient familjar, të krijojë një ambient ku gjithë secili ushqet, është i kënaqur, kalon një kohë të bukur me njëri tjetrin, krijojnë lidhje, krijojnë biseda etj. Edhe nga një mbledhje e vogël, kur unë mund të kisha bërë thjesht një pick-up, edhe mund të kisha marrë burgers te McDonald's, si të më thënë, e ktheva në një diçka ku u bë një bisedë, u pi një gotë verë, u nda një ide, u bë një debat etj. Edhe kjo gjë fundamentalisht unë si Bleon e besoj që vlen për çdo lloj gjëje që ti bën në jetë. Edhe unë prandaj gjithmonë me çdo nisëm që marr, mundohem të jap sa më mirë edhe sa më shumë nga vetja ime. Ja arriun faktit, del produkti apo nuk del, kjo është diçka tjetër. Këtë jo domosdoshmërisht e vendosur. Kjo është trial and error. E provon, të shton, e provon prapë, të shton, mëson, merr metodat e reja, është një eksperiment. Këtu lidhet e gjitha, e bukura, shkenca, feja, të gjitha, çdo gjë. E shikon që diçka funksionon, do marrësh feedbackun, nëse je njeri i zgjuar, duhet të kuptosh që kush funksionon, kush funksionon. Ama këtu duhet të bësh dallimin me thikën me dy presa. Jo domosdoshmërisht gjëra që në afatin e shkurtër nuk funksionojnë, nuk do të thënë që funksionojnë në afat gjatë. Jo domosdoshmërisht fakti që ne po flasim tani për arkitekturë, edhe ky podcast nuk do arri 6 milion views-a, kjo nuk do të thotë që unë duhet të ftoj dikë të flasim për Big Brother, as pak. Duhet të jesh, it's a fine line, duhet të jesh diku idealist, realist, praktik, pragmatik. E kupton, duhet të jesh një lloj miksimi që mendoj që gjithë secili, në çfarë do lloj pune që bën, edhe ai muratori, që dalë te profesioni im, ka një lloj ndryshimi shumë të madh
mes dy muratorëve, njëri që e bën sepse duhet mbaroj punën, dhe tjetri e bën sepse thot unë këtë e zura dhe këtë e kam bërë unë dhe do të dalë zot. Se ai që e ka mbaruar vetëm nga leku edhe nga shtysa edhe thjesht për të gjeneruar, ka shumë gabime që do krijojnë kosto më vonë, edhe ky tjetri jep një produkt shumë të mirë në fund, që në fillim kushton pak më shumë, por në planin afatgjat në fund, para se projekti të dorëzohet, kushton gjithmonë më pak, edhe unë këtë ta vërtetoj nga ana inxhinierike në 99.99% të rasteve. Kur ti merr artizan ose profesionist që kushtojnë pak më shumë se sa të tjerët, kostoja përfundimtare është në 99% të rasteve më e ulët se sa ai që kushtonte në fillim më pak dhe që do ta haj kokën me kalimin e kohës. Dhe kjo gjë vlen për çdo lloj gjëje. Tani si mund t'i them këtyre kur bëj muhabet? Tani që shiko vllai. Jo. Ka dhe një rrugë tjetër. Ka dhe një rrugë më të mirë. Ti ke potencial më të madh se sa kaq. Ti mundesh më shumë se sa kaq. Pse ti e gënjen veten me dopaminën e sekondës? Nuk e di se si ta afroj këtë në bisedë. Mendoj është çështje botkuptimi, ndryshimi botkuptimit, domethënë po u arrit ajo ndryshimi i qasjes nga egocentrik në diçka tjetër. Mund ta marrim prapë atë shembullin me muratorët që po thoje. Mund të marrim dy muratorë dhe i bën një pyetje të parit, i thua çfarë po bën, ai po shtron tulla dhe përgjigjet që unë po shtroj tulla, sepse atë botkuptim ka i për atë punën që po bën, dhe pyesësh dytin i thot çfarë po bën, ai thot unë po ndërtoj një katedrale. Edhe këta të dy kanë secili nga një botkuptim tjetër. Njëri po shtron tulla, tjetri po ndërton një katedrale. Në praktik, në rrafshin praktik, ata po bëjnë të njëjtën gjë. Prandaj them që gjërat nuk ndryshojnë thjesht në këtë rrafshin material dhe pragmatik, po ndryshojnë si botkuptim. Edhe ti po e bën diçka, se ke këtë podcastin, fton njerëz, përplas ide, nxjerr dhe idetë e tuaja. Edhe në botë ka një lëvizje në këtë rrafsh, më thënë, ka disa lëvizje, se është kjo që po thoja unë architectural uprising, ke lëvizje në kitschit od Nirdrum, ke arkun që themeloi Petersoni bashkë me Alliance for Responsible Citizenship, që themeloi Jordan Peterson me këto figurat më të mëdha, The Four Horsemen of Meaning, që quhen. Më thënë, ka një kundërpërgjigje dhe nuk është më frikë të flasësh për këto gjëra, më thënë, sepse ti do shifesh si prapambetur ose si patriarkal ose nuk e di se qa epitetesh. Nuk është më frikë sepse dalja e këtyre ideve tani prap ridalja në sipërfaqe vjen si nevojë, jo sepse po duan këta meshkujt e bardhë të dalin dhe të imponojnë ato idetë veta. Është nevojë se shoqëria nuk po funksionon dot në këto terma narcisist. Po dështon, më thënë, duke filluar që nga ekonomia, duke filluar nga ulja e lindjeve, nga abortet, po dështon kulturalisht, komplet flasim për perëndimin më shumë se ai po e vuan. Po duke qenë se perëndimi i ka ato tentakulat e shtrira në gjithë botën, ndikimi është kudo. Kështu që nuk e shoh aq të zezë, se e shoh pak si fazë kalimtare, sepse nevoja do e kërkoj që këto ide të riimplementohen edhe një herë. Mua më shqetëson edhe diçka kjo brainwashing që i bëhet kryesisht të rinjve duke e reklamuar këto pjesën e artit dhe arkitekturës moderne si diçka që është white supremacy, edhe unë besoj fundamentalisht që kjo është një gënjeshtër, edhe që është lehtësisht e hedhshme poshtë, që është diçka vetëm e bardhët. Europa është ikon për këtë lloj gjëje, sepse ashtu ka ecur historia, ka dominuar në shumë degë të ndryshme dhe normalisht kur dominon në shumë degë të ndryshme, marketingu pasiv të lejon ty të shpalosësh vlerat e tua. Në çdo vend të rruzullit toksor, siç ti përmendë disa gjëra që në kohën e Gurit për shembull, ka
një bashkësi, një unitet të kuptimit të së bukurës, sepse arkitektura e drurit japoneze është një kryevepër arkitekturore dhe inxhinierike në të njëjtën kohë, është mishërimi i të qenit arkitekt dhe inxhinier në të njëjtën kohë. Janë ato ndërtime, domethënë pa asnjë lloj gozhde. Me ato noc me nyje druri, domethënë që mos të dhënë Zotit ja japësh një arkitekti sot të thotë që po çaj ke këtë, anoku i vëm një fash në medalje asaj, i fusi dhe bulona, duket bukur se duket krudo. Duket kështu si natyrale. Ke parasysh se kështu kanë filluar tash, lë dhe zorat e kapujt hapur, muret e pasuvatuar, tubat e ajrimit i shikon kudo për shembull. Kjo është gjë e bukur tash. Po shitet sikur është krudo. Mua më pëlqen të shikoj atë tubin e izoluar atje. Është pak idiotësia e gjërave. Po jo vetëm. Golët mbas perandorisë, kur mbasi u nda, mbasi u bën kanatet, kanë bërë super kryevepra. Gjithë ato me pllakat e turkizit etj. India, jo vetëm pjesa e Punjabit sipër që e njihen më shumë nga njerëzit, po edhe ajo e poshtmja në xhungull, ato arkitekturat e Sar Naga, tani do i bëj pak buçur unë se si mbaj mend terminologjitë fikse, kërkojnë ndjes, po që janë kryevepra më burit. Në pjesën e Tajlandës, Malajzisë, civilizimi Khmer është super lart me arkitekturën. Kina është djep kulturor mijëra vjeçar, bile mund të argumentojmë edhe përpara Europës për disa gjëra. Etiopia ka disa nga kishat më të bukura që mund të ekzistojnë në të gjithë botën. Majat siç kanë pasur arkitekturë, domethënë të magjepshme, edhe në mënyrë inxhinierike që Oshetina i zëri në një farë lloj mënyre që këtyre i duket po e kanë bërë me alien ata, se çuçi e kanë bërë ata atëre. Jo vllai. Ai e ka bërë se ka derdhur shpirtin atje. Ka derdhur shpirtin, ka thënë dhe jetën deri në një farë pike që ta arrijë atë që ti mbijetoj mira vjeçarëve, apokalipsëve edhe shkatërimeve totale etj. Bile ata krijuan diçka ai shumë të madhe sa vet u harruan, edhe thjesht ajo çka ata lan pas i riktheu të jetojnë përsëri në kujtime, në histori, por ama ata jetojnë përsëri. Sot janë bërë me qindra filma. Pse? Sepse ata lan pas diçka që i kalonte ata, që ishte më e madhe se sa ata. Kështu që nuk është kjo white supremacy, kjo është humane. Këta jemi ne, dhe ne kemi dhuntin nga sipër të bëjmë të tilla gjëra, dhe është një mëkat shumë i madh në qoftë se ne injorojmë këtë aftësi që na është dhuruar, edhe bëjmë, ose le themi vrasim shpirtin njerëzor duke bërë makabritete vetëm për dopaminën dhe lekun e shpejtë. Shumë e drejtë, më thënë edhe unë mendoj të njëjtën gjë, edhe e shoh shumë si një lloj primitivizmi shpirtëror, se arti edhe e bukur është një nga ushqimet shpirtërore të njerëzit, edhe për këtë është rënë dakord gjatë gjithë historisë. Edhe po ta paralelizojmë pak një kulturë ose një shtet me një person nga ana psikologjike, faza egocentrike të njeriu është faza e hershme e fëmirisë, më deri në 4 vjeç, 5 vjeç. Pastaj ti duhet dalësh nga i egocentrizmi. Se deri aty çon, se ti do ato nevojat momentale të përmbushen tani dhe nuk negocion asgjë. Dhe kjo është mënyra se si sillen sot njerëzit, si 5 vjeçar, 4-5 vjeçar. Edhe unë e shoh që njeriu të bëj këto arkitekturat e bukura që ti përmendë në gjithë botën, duhet kalojnë nëpërmjet një rafinimi shpirtëror. Edhe perëndimi në kohën sa i bënte këto, ishte kultura më e rafinuar e kohës, si thosh nga ana shpirtërore. Edhe po të shohësh sot një kritik arti modern, shef më të ngjashme dhe i pëlqen më shumë nga ana artistike, diçka e epokës gurit, le të themi, sesa një skulptur baroke Berninit.
Pse? Sepse i rezonon më shumë me nivelin e tanishëm shpirtëror, sepse nuk është aq i rafinuar, më thënë jemi kthyer shpirtërisht si në epokën e gurit. Nuk kemi atë rafinimin, jemi pak ndërmjet egocentrizmit dhe humanizmit. Se unë e shoh si 3 faza: egocentrizëm, antropocentrizëm, që është humanizmi, dhe teocentrizëm ose heliocentrizëm. Më thënë, e shoh që ne jemi kthyer një lloj primitivi shpirtëror, më thënë heqja e ornamentit ndërtesa, po të shohësh ato ndërtimet palafitet e epokës gurit që janë zbuluar në Korçë, në Pogradec tani më të vjetrat në Europë, 8000 vjet, diçka e tillë. Janë normalisht ndërtesa druri dhe kashte, që nuk kanë një lloj ornamenti. Më thënë edhe rezonojnë më shumë me ndërtesat sot. Edhe arti i pa standardizuar është madje më primitiv se ai epokës gurit, se siç po thonim ne, edhe atëherë kishte një lloj dakordësimi për çfarë domethënie ka, ku diun, pjelloria ose vetëtima, koncepte bizoni. Por ama mënyra se si ekzekutohet sot arti është i parafinuar. Do thënë është sipas atyre ideve të Kantit që po thonim dhe të Hegelit. Kemi humbur atë rafinimin shpirtëror. Shiko, për te rafinimit është duke u rikthyer se unë po i bie të njëjtës gozhd, edhe do t'jap një parafare një nugget për herën tjetër që ne do të bisedojmë për të temë të tillë. Unë mundova që ta kisha kësaj radhe, por fatkeqësisht atë problemi që të përmenda përpara se filloni me internetin, nuk mund të hyj në database-in që kam pasur domethënë nga punët që kam bërë përpara. Të premtoj që herën tjetër unë do të jap një shembull nga jeta reale, se si në një lagje qendrore të Berlinit, një ndërtese para luftës, në emër të rikonstruktimit dhe modernizmit, i është prishur e gjithë fasada, me të themi, me grifin të vegjël, me statuja të vogla në përcepat e balkoneve, me lule, me të tjera, dhe është bërë një suva katrore, komplet. Edhe ajo është thjesht shembulli më perfekt se çfarë jemi ne të aftë, se çfarë lloj shkatrimi mund të bëj njeriu. Edhe duke lidhur me këtë, me vijat, me katroret, me gjeometrinë e tjerë, një nga gjërat që has unë gjithmonë është që një arkitekt i thot dikujt tjetër që s'është i fushës, inxhinierët janë problemi, sepse unë vizatoj diçka dhe inxhinieri më thot, kjo është e pamundur. Inxhinierët e shohin gjithmonë botën gjeometrikisht, inxhinierët e shohin trekëndsha, shohin rrath, shohin katror, shohin kuba. Ky është argumenti i parë që do t'japi një arkitekt modern, që inxhinierët vrasin arkitekturën, sepse na thon është e pamundur të llogarisësh diçka, është e pamundur të ndërtosh diçka. E vërteta është komplet e kundërta. Është komplet e kundërta. Për një inxhinier nuk ka bekim më të madh se sa arkitektura moderne, nëse unë do të bëhem i pasur. Është një nga gjërat më lehtësisht të llogaritshme. Shumë lehtësisht të llogaritshme, të llogarisësh një kub ose një kull është thjesht një proces repetitiv i llogaritjes së kolonave të mbajtëse dhe strukturës mbajtëse. Kaq. Sepse çdo lloj gjëje, çdo le të themi thuaja, çdo derë, çdo tavolinë që do futet brenda, çdo dritare, çdo gur fasade apo çdo pllak fasade që do vihet është thjesht një variabël në ekuacion. Mua nuk më intereson asnjë gjë. Unë nuk llogaris, nuk merrem me pjesën e konstruksionit, por një inxhinier që do llogarisi, por fare ai nuk e mendon, vetëm nëse ka kohë në darkë duke pirë një gotë konjak për qefin e tij, do shoh dale. Si do dali kjo gjëja që unë sapo rregullova. Problemi është tjetër. Problemi është që kjo brainwashing që është bërë gjithë arkitektëve, që kjo gjëja është kështu apo ajo gjëja është ashtu, i ka detyruar, ose jo i ka detyruar, po i fton ata ta shpërndajnë fajin në zona të ndryshme, sepse nëse s'është inxhinieri, e di kush është investitori. Nëse s'është investitori, është banka, po arkitekti nuk është asnjëherë. Se bën vaki të thuash që fajin ka arkitekti, je ignorant, je njeri që nuk e kupton. Sepse ti nuk e kupton se çfarë ka dashur arkitekti për atë punë. Unë kam pasur fatin që deri tani më kam punuar me 2 arkitektë shumë të mirë.
me një dhe njëri ishte aq i fiksuar në detaje, sa ka porositur jashtë stokut doreza dyersh që kishin dalë para 10 vitesh që nuk ekzistonin më dhe i ka paguar për 2 fish çmimi sepse ashtu e kishte cepin. Dhe ai e gëzon respektin tim maksimal, se kishte kapacitetin e tillë që të thoshte kjo është gjithçka dhe pa këtë gjë kjo gjë nuk funksionon. Edhe këta të tjerët për shembull marrin një farë lloj produkti që e kam parë diku në një faqe Instagrami dhe duhet ta japin në projektin e tyre dhe nuk e mendojnë atë të gjithën fare. E shohin si diçka plotësuese dhe që në qoftë ti do që të marrësh në një farë lloj kuptimi duhet të pesësh atë, sepse ai e bën gatekeeping. Ai është gardiani i njohurisë rreth asaj çfarë po ndodh. Kjo është pak patetike. Se di tani, nëse unë po egzagjeroj, po më duket sikur më e thjeshtë do ishte në një mënyrë tjetër. Edhe siç po thosha, domethënë për faktin, është për një inxhinier është jashtëzakonisht shumë e thjeshtë të bëjë gjëra të thjeshta, por ti je i bindur, okay, unë nuk e di se sa mund të lejoj kontrata ime të tregoj projekte që po ndërtojmë, po pjesa dërmuese e projekteve që vijnë nga arkitektët, që ata i mbajnë dhe si flamurtar të tyre, domethënë, janë patetike o burr. Me të gjitha teknologji që kemi, me gjitha software që ne kemi, domethënë që atë cepin, atë pëllumbin apo atë lulen tek balkoni që ai dikur e bënte në një letër në 3 kënde të ndryshme që ajo të realizohej, ti tani e bën 3D, është lehtësisht. Edhe nuk e nevojë ta bësh gur mo. Nuk po themi ta bëjmë gur, e bën edhe me material inert, e bën me gips, e bën me diçka që thjesht madje janë shpikur dhe robot që gdhëndin gur me dalt, me krah robotik, që ti skanon një skulptur model edhe ai ta riprodhon të gdhëndur. Më thënë mund sot i kemë kollaj mundësi të bësh arkitekturë të bukur. Dhe me ato shembuj që tregova çfarë që bëra screen share, ato janë bërë me të njëjtën kosto që ti mund bësh një lagje normale. Dhe ndoshta shumë pak më shtrenjtë, po ka një payoff shumë më të madh. Dhe këto janë justifikime që ka fajin inxhinieri ose ku diun nuk ti ke traktate arkitekturore nga çdo epokë. Më dhe nuk është se do bësh llogaritje pafund, ti ke dhe të kanë ardhur dhe metodat se si llogariten, si bëhen raportet, si tjetë kjo funksionale. Nuk është se duhet të shpikësh rrotën sa herë bën një ndërtesë. I ke traktatet e arkitekturës dhe të inxhinierisë që nga koha e Romës deri sot. Se ku të referohesh? Po pikërisht pra ka gjithmonë referenca. Shiko, duhet të kuptojmë edhe diçka bazike. Për shembull, mënyra e ndërtimit klasik, domethënë barok, apo le të themi, le të përqendrohemi te kjo Europa qendrore që është stili gotik. Është një stil për shembull që është jashtëzakonisht shumë i bukur, të jep një ndjesi shumë të mirë kur je nëpër to, të gjithë Altbau quhet në gjermanisht, do të thonë ndërtesë e vjetër, është një ndërtesat që jepen me qira dhe shiten me më shumë se ndërtesat e reja, për vetëm fakt se janë më të larta, kanë disa detaje, të japin një farë lloje ndjesie të mirë ku jeton ato. Edhe nuk janë të reja. Të rejat janë në çmimin katastrofal në një nga ato ku jetoj unë sot dhe jetoj pikërisht për vetëm fakt se janë shumë të lira. E ke parasysh? Sepse nuk kam mjaftueshëm nga ato të tjera që ta hapet tregu në mënyrë të tillë. Dhe ky lloj stili ndërtimi ose konstruktimi, po themi, nuk është i vështirë për të llogaritur. Është komplet e kundërta. Fakti që është ndërtuar në një kohë kur metoda shkencore nuk ishte e përparuar sa është sot, do të thotë që është lehtësisht i llogaritshëm. Edhe unë nuk jam big fan i të qenit green, të qenit i gjelbër edhe ambientaliste e tjerë, në kuptimin modern, sepse unë e kuptoj ndryshe. Unë e kuptoj të ndërtosh diçka me kosto sa më eficiente, jo më të vogla, më eficiente, të marrësh produktin më të mirë për koston që ke vënë, edhe parasia duhet të jetë që kjo gjëja, pavarësisht se duhet të jetë e bukur, që nuk është në fushën time, duhet të jetoj dhe të mbijetoj për një periudhë shumë të gjatë. Ndryshe it defeats the purpose. Nuk e bën atë, nuk e ka atë njëjtin efekt që duhet të kishte. Edhe një kolon, unë isha në Brandenburg atë Havel, është një qytet që është në landin e Brandenburgut në Berlin, edhe hym në një nga ato kishat. Janë ato kolonat e ke parasysh që mund të kenë një, le të themi, diametër për rreth 1 metër.
Në qoftë se ti si arkitekt do të arrish diçka të tillë që të kesh një sipërfaqe që të japësh një detaj estetik etj etj, në qoftë se ti do ta bësh këtë, metoda moderne ke pafund, edhe pa përdorur 10 metër kub tull. Jo. Ti mund të përdorësh një kolon hekuri për këtë, që ka diametrin sa 1/3, mos më e vogël se sa ajo, që të bën të njëjtën punë, dhe thjesht e vesh këtë. Ti ja jep mundësinë vetes, edhe ja krijon vetë krijon telajon për shpirtin tënd atje. Nuk ka nevojë, sepse kjo është trushplarja e ambientalistëve tash. Resurset kushtojnë shumë, më shkrau punës kështu, është ashtu, edhe shumë e vështirë, edhe shumë kostoze, etj etj. Jo, e ke gabim. Në qoftë se ne marrim frym një moment, regather, regroup, think about it. Në qoftë se ti përdor çdo lloj materiali që shkenca e sotme të vënë në dispozicion, ti mund të arrish krye vepra me një kosto që është jashtëzakonisht, domethënë, më e mirë se sa ajo që bëhet tani. Por normalisht kur lobi jot është betoni në Europë, kur lobi jot është druri në Amerikë për shembull, normalisht do japësh njëjtin produkt gjatë gjithë kohës. Gjatë gjithë kohës njëjtin produkt, gjatë gjithë kohës kuba këtu, gjatë gjithë kohës shtëpia atje që i merr era. E ke parasysh, janë këto lloj gjërash, edhe njeriu nuk e kupton këtë, se kush e ka kohën tani të futet të të dëgjoj un Bloni tash shpjegoj Bloni mua pse bëhet kjo. Por e vuan sepse kur ikën nga puna në shtëpi, shikon këto platë në bau që quhen këtu, që ndërtesat komuniste, që janë nga 15 kate, që s'kan asnjë lloj detaj, gri, të vdekura, moti gjerman është dhe gri. Gjithë njerëzit tu janë depresiv nga ana e motit, gjithë secili do të iki. Edhe nuk e ndihmon fare ajo arkitektura, njëjtë si në Norvegji, me të cilën ti e nisë bisedën. Po këto mitet të modernizmit fakt janë dhe ato që po flisja unë që po mundohet kjo lëvizja architectural uprising të thyej. Me thënë që jo këto ndërtesat e vjetra nuk janë aq praktike për të jetuar, ose ku di unë, s'është e thënë ti mund ta ndërtosh atë që të duket në arkitekturë klasike, dhe ka shumë shembuj të faqja e Facebookut këtyre ose e faqja e internetit e architectural uprising që ka ndërtesa klasike të ndërtuara sot, që janë shumë funksionale, kanë ujë, korrent, internet, çdo gjë, edhe janë ndërtuar me beton, siç po thoje ti, me hekur me beton, normalisht të veshura me dekore, me mermer, me duke zbatuar ato kanonet e arkitekturës vjetër. Ka shumë shembuj që janë suksesshme. 2 ishin ato që po tregoja unë, po ka shumë. Po të ishte faqja atyre, këta e kanë ndërmarrë si lëvizje këtë, edhe ka arrit deri në Amerikë. Janë disa kampuse universitare që janë ndërtuar nga ish student, si thosh me të njëjtat ide, të investuar nga këta, me arkitekturë të vjetër, siç ka qenë arkitektura e Amerikës vitet 1700-1800. Dhe është shumë e bëshme, është thjesht kjo ana ideologjike që nuk e lejon. Edhe ajo ka që një thyrje këmbe ka qenë ajo, domethënë, sepse në fillimet e veta, domethënë në fillimet, sa mund të quhet fillimet ajo, po që ajo periudha e Amerikës që ti përmendën për shembull ka pasur disa kryevepra arkitekturore inxhinierie, ti ke edhe në Europë të vjetra, po më të famshme janë disa në Chicago për shembull, që janë ato gradacelat, që sipërfare ka një, le të themi, katedrale, që është kryevepër si gjë, e kupton? Po ja, është një kombinim, le të themi, jashtëzakonisht. Mund të bëj share një nga këto që po flet ti, që tani janë shkatruar normalisht, një në San Francisco dhe një në New York, që janë këto gradacelat që thua ti, janë shkatruara, që nuk mund të quhet gradacela, po që këto janë shkatruar, gjithë ky peizazh. High rise. Ja, po. Po. Mi cool quhet ajo. Shiko, sipas licencionit të kodit ky version në San Francisco. Metra lartësi quhet cool. Po kjo për shembull është ndërtesë në arkitekturë. Pse nuk është e bukur kjo?
është shumë e bukur. Në arkitekturë ka një rregull, më thënë si në pikturë, si në art, se arkitektura është një lloj arti. Ka një rregull që ndërtesa duhet të jetë e lexueshme. Më thënë ka një fillim, ka një zhvillim në lartësi që ti lexon ato elementet e vet individual dhe ka një fund, një mbyllje, një kupol, një çati, një frez. Më thënë ka një lloj logjike që ti e lexon atë si ndërtesë. Kurse një kub prej xhami, madje kjo është provu eksperimentalisht, bën që ti të mundohet shikimi jot në mënyrë të pavetdijshme, mundohet gjatë gjithë kohës që ta shmangi këtë ndërtesë dhe ty t'izolon vetvete, ti nuk do ta shikosh qytetin. Ti automatikisht fillon shef këmbët e tuaja. Sepse ajo ndërtesë është e palexueshme. Më thënë është nga baza deri në katin e fundit është e njëjta gjë. Ose nuk ka asnjë lloj elementi simetrik që ta bëj pak të lexueshëm. Edhe kjo gjë të dëmton shumë se t'izolon në rrugët e qytetit tënd, ti nuk ke dëshirë, në shikimi jot mundohet t'i shmangi ndërtesat, ta shmangi shikimin e ndërtesave. Kurse një ndërtesë që lexohet, ty të imponohet ajo që ti ta lexosh. Domethënë kur shef një headline diku, ti nuk e shmang shikimin, ti mundohesh ta lexosh. Unë nuk e mbaj mend cili arkitekt ka qenë. Unë nuk e di fiks tani të ta them, të kërkoj ndjes për të ka qenë një arkitekt që unë kam njohur nga një podcast dhe kam lexuar disa eseta atij, domethënë që ka shkruar. Dhe fliste për Europën edhe për ai ishte suedez, nduket, danez, po që fliste për Gjermaninë edhe thoshte që për një individ normal, për një punëtor kase në supermarket, për një punëtor ndërtimi, për çfarë do lloji njeriu, ne e kemi kapacitetin teknologjik që atë shëtitjen kur njeriu del nga shtëpia dhe shkon në punë, çon fëmijën në shkollë, ose kur kthehet nga puna dhe shkon në shtëpi. Në momentin që ai do të eci rrugëve, pse ne nuk ja japim atij mundësinë që ai të ecë të shëtis në një ekspoze arkitekturore. Pse ne do të japim fasada të pafundme, të pa asnjë lloj detaji me dritare pas dritare, ku në lagjet më të shtrenjta të Berlinit janë fasada me detaje të vogla, me ngjyra që thyen njëra tjetrën, me ngjyra që komplimentojnë njëra tjetrën, me ngjyra që ndonjëherë edhe kundërshtojnë njëra tjetrën. E ke parasysh? Pse është kaq e vështirë të kuptohet që kjo është më e mirë se sa ky modernizmi që shitet. Sepse thjesht kur ecën, nuk e mbaj mend se sa herë kam thënë këtë, bëjmë dhe repetitiv dhe bezdisëm për njerëzit e dëgjuesit, po unë e shikoj si një detaj jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm që unë dua, sidomos edhe për Shqipërinë, se ka një bekim të madh të qenit i prapambetur dhe i pandërtuar në Shqipëri që të jep rastin që kur e nis ta bësh ashtu siç duhet. Edhe në momenti që Shqipëria do zgjohet edhe lagjet edhe periferitë edhe zonat rezidenciale do reformohen edhe do bëhen këto garde siç duhen të bëhen, jo mura me pjesa qelqësi, për të bëhen ashtu siç duhen. Ti kushtohet një farë lloj rëndësie kësaj. Ti kushtohet një farë rëndësie që vjen nga urbanistika e para, mënyra se si do rikonstruktohen rrugët, mënyra se si çfarë hapësire do i jepet edhe të kaluarit, aksesibilitetit të njerëzve etj. E kemi në këtë aftësi, nuk na e merr dot asnjë çfarë lloj e keq të vi, ti gjithmonë ta kesh, ti gjithmonë ta kërkosh këtë gjë, sepse kjo gjë të bën të ndihesh mirë, dhe gjithë secili do të ndihet mirë. E ku ka më bukur se sa të ndihesh mirë në çdo lloj momenti të ditës. E ku ka më bukur që kur kthehesh në një ditë të keqe nga puna, të bësh një shëtitje në një vend ose në një lagje, domethënë që të qetëson shpirtin me detajet e vogla, me pemët edhe rrugët. Kështu është shoku. Patjetër. Po kështu është sot në emër të popullit i bëhet popullit e gjithë e keqe. Në fakt këtë e prodhon fillim këto sistemet totalitare që pastaj e eksportuan pak edhe në perëndimin e gjerë me këtë mitin e maksimizimit profitit edhe uljeve të kostove, rindërtimit mas luftës dytë botërore në mënyrë sa më të shpejtë.
nuk kishte kohë, si thosh, që të rindërtoheshin gjithë ato ndërtesat e vjetra vash avash duke u menduar shumë mirë, shumë gjatë. Shiko, për përmbyllje unë do të diskutojmë disa minuta, domethënë të mundohemi të jepim një farë lloj sensi, domethënë unë do dëshiroja të ishte pozitiv, po që ta drejtoj pyetjen ty në mënyrë eksplicite dhe mund të më thosh si mendon ti, edhe brenga ime është domethënë okay. Ne diskutojmë, flasim për këto lloj gjëra, përmendëm lëvizje botërore që kanë që le të themi reklamojnë të tilla gjëra, të tilla ide që kemi ne, edhe më shumë ose më pak rëndësi ka një lëvizje në këtë drejtim. Dhe ka një farë lloj popullsie, ka një farë lloj grupimi njerëzor, domethënë që i kupton këtë lloj problematikën dhe mundohet me aq sa ka, domethënë të japi kontributin e tij. Tani është reale kjo gjë që po bëjmë ne? Ja vlen domethënë që ne të bëjmë edhe një episod tjetër rreth kësaj tematike? Ja vlen të harxojmë kohën të flasim për këto gjëra? A ka dritë në fund të tunelit apo ky është thjesht një abis, është një humner që nuk i del fundi, domethënë edhe thjesht ne po harxojmë energjitë tona kot. Kanë diçka të matshme, domethënë që të lë të kuptosh që okay, edhe mund të bëhet. Patjetër që ka, tani mos pretendojmë që ne do ndryshojmë botën, po që një impakt sa do i vogël, nëse këto ide shkojnë në veshin e dur, më thënë është edhe ajo që ti dikush që ka këto ide, po ka frikë të flasi ose i duket vetja si prapambetur në momenti që ne flasim, ai fillon ndjen një lloj sigurie që pritës që kam vetëm unë që mendoj kështu dhe nuk jam i prapambetur ose ku diun ka njerëz tjerë që po shohin të njëjtën gjë dhe po reagojnë. Më thënë, edhe ajo lëvizje që unë po përmendja që parë ka filluar thjesht si faqe Facebooku, po tani ajo është bërë endors nga disa parti politike në ato vende. Edhe është bërë pjesë e programit të këtyre partive politike për rivitalizimin arkitekturor në ato zona që ata mund të fitojnë, ato bashkitë e tyre. Me thënë që nuk është për të nënvlerësu që ne bëjmë këtë podcast, mund bëjmë të dytin, kemi bërë dhe ne 2 episode me Tempullin e Onufrit, po për këtë çështje. Me thënë, ne kaq kemi ndorë, kaq do bëjmë. Po të ishim politikanë, ndoshta do bënim çik më shumë. Nuk e di, po që nuk është se pa vlerë. Super fare, unë mendoj se për momentin jemi të ezauruar. Mua më lodh kjo biseda apasionante ndonjëherë se nuk e di, më duket ndonjëherë dalin nga korniza, më duket ndonjëherë sikur ja fuskot apo se di. Po, siç e përmendë se kjo është e rëndësishme, Enea dhe Egi domethënë diskutojnë jo vetëm për këto gjëra që ne diskutuam sot, po edhe më shumë në detaje, diskutojmë me sorse, diskutojmë me shembuj nga gjëra reale, siç treguam disa gjëra sot, domethënë ata e futen edhe pak më në detaje, shpjegojmë sidomos për ata që janë apasionantë të këtyre gjërave dhe që duan të dinë fare lloj background-i. Për shembull, Tempulli i Onufrit është një opsion vërtet shumë i mirë, edhe ne do t'i vëmë një link të pak në YouTube edhe në këto gjëra, domethënë që juve të shkoni atje dhe t'i hidhni se vërtet ja vlen. Domethënë nuk ka nevojë të jeni artista dhe piktor vetë, është thjesht është diçka që është common knowledge. Si episodet me Skënderbeun edhe për Onufrin për shembull, janë disa gjëra që unë jam shumë i sigurt që pjesa dërmuese e shqiptarëve nuk i di dhe për mua kjo është pak turp, se ne duhet të dimë, edhe e kemi një opsion tani më ka filluar që të na shpalosen disa teza apo disa fakte, domethënë, kështu që leti suportojmë çunat se janë lart fare. Në këtë vash unë të falenderoj çik Patreonat e mi. Marion, Andin, Anisën, Petionin dhe Emilianin, ju falenderoj shumë. Edhe ju ftoj të gjithë të tjerëve të bëjnë një pjesë e Patreon në Buçi Podcast, ose të na mbështesni ku dëgjojmë me donacione të tjera në Buy Me a Coffee, PayPal, ja kemi bërë rrugën shumë të thjeshtë, mjafton të derdheni. Ama është shumë e thjeshtë. Më kryesorja pastaj gjithmonë mbetet ju lutj të bëni like, subscribe,
shpërndajeni me miqtë tuaj nëse mendoni që ne kishim në një informacion që duhet dëgjuar, nëse mendoni se gjërat që ne flasim kanë një farë lloj peshe ose ja vlen për të diskutuar, lini komentet tuaja nëse keni kritika, nëse keni kundërshtime. Me shumë kënaqësi ne diskutojmë përsëri kritikat dhe feedbackun tuaj në episodin tjetër. Bile na bëhet edhe shumë qefi sepse krijon një farë lloj fryme të menduarit në të drejtime dhe të ndajmë shapin nga sheqeri, sepse edhe ne nuk e dimë se kush është e vërteta. Apo. Po. Shumë faleminderit, unë ndjeva shumë mirë, edhe të falenderoj që ndhe mundësinë ndaja këto ide, se me vërtet mendoj që është shumë e nevojshme dhe ka shumë pak hapësira televizione jo, po edhe në botën e podcasteve ka shumë pak hapësira për këto ide dhe mendoj që janë ide emergjente që duhet të ndahen sa më shumë, ma sfizohen sa më shumë, dhe unë të falenderoj që ma dhe këtë mundësi. Miku im, është kënaqësia ime, është gjithmonë një udhëtim kur bisedojmë bashkë, domethënë sidomos për rreth këtyre temave, domethënë gjithkohës kam dëshirë se jo domosdoshmërisht, domethënë kam informacione të detajuar edhe është ndjesi shumë e mirë kur shiko, është ndjesi shumë e mirë edhe kur je gabime dhe dikush ta thotë që jo sepse kjo është kështu, është ndjesi e mirë, po ndjesi akoma më e mirë është kur ti mendon diçka dhe jo domosdoshmërisht e kupton pse e mendon, dhe kur dikush ta mbërset me fakte ose ta konfirmon atë, është prapë ndjesi e mirë të thotë që okay, siç të bëra pyetjen e fundit që okay, nuk jemi vetëm, ka disa njerëz, ta shohim se çfarë do të qullosim. Po, në vërtet. Kështu pra, miku im, unë të falenderoj që ishe me mua, që bëre kaq durim, ne miq ju lëm të lirë tash. Tani mund të shkoni në kafenet tuaj dhe diskutoni rreth këtij episodi për Buçi Podcast, të dërgoni linkun atyre edhe t'i bëni be që të bëjnë like dhe subscribe. Deri herën tjetër, nga Buçi, nga Enea, bashkë mirupafshim dhe kalofshim mirë. Shumë faleminderit, mirupafshim.